Tani, kthehemi tek tema jonë kryesore, sepse mua kështu ma keni tërhequr vëmendjen me Albanians at Ohio State. Mirë, po ju të dyja graduat, më duket mbaruat punë tani, ç'do bëhet me shoqatën atje? Ja keni trashëguar dikujt, si do vazhdoj dhe më tregoni pak pse lindi kjo shoqatë shqiptarëve në Ohio? Unë e fillova me një shoqe dhe një shok. Shoku ishte nga Shqipëria, dhe shoqja ishte si muari ndërlitur në Ohio. Por të gjithë sikur kishin një mungesë, sa i këm nga shtëpia, sa i këm nga këtë zona kur kishin gjuhën dhe kulturën rreth rrotull, edhe vajtën në universitetet dhe se kishin marrë fort. Atëherë, unë kisha idenë të fillojmë një klub, një organizatë shqiptare, dhe bëjmë këtë lidhjen prapë, edhe kur jemi për jashtë shtëpisë. Edhe ashtu i fillua, e pyeta këtë shoqen e shokun, edhe u bëra unë president, një beri trezor, ai tjetri vice president, si që me thej. Zëvendës president. Po, a kishte shumë shqiptar? Kur e fillove në Ohio University, kur fillove ti organizata? Unë e dija që kishin disa, por në organizat kishin base 5 ose 6 kur e filluam. Unë e dija që kishin më shumë në universitetin. Dhe erdhën pastaj ju bashkuan organizatën? Më shumë, çdo vit kemi marrë ndonjë 2-3 tjerët. Enja, ti kur ju bashkove? Albanians at Ohio State. Unë, në fakt, në vitë 2. Organizator kërë në vitë 2, që Emma, Amanda dhe Glenis, actually. I mbajmë mund kërë kam parë tek Involvement Fair, që bëhet çdo vit për të prezantuar klubet, organizatat dhe kampuset. Edhe pas flamurim. Para kësaj, në fakt, tani që kujtohem, më kishte shkruar Emma në Instagram, sepse ne i njihnim njëra tjetrën, po s'ishim shoqe. Ishte kështu që, babi njifte një shqiptar në Klevelan, që i kishte gocën dhe një ta shko me mua. So we kind of got in touch with each other. Edhe mbaj më që Emma më shkruajt dhe më tha për iden, më tha që do ishim të stenda, tek Involvement Fair. Dhe ku pas flamurin, kam i për me vrap, kam që me shoqet amerikane, kam të najderi me mua. Edhe natë që nga jo dit, u bëra member i klubit, nuk e lash klubin, në të këto meeting, I would go, përfshirësha sa të mundësha, dhe vitin më pastaj u bëra treasurer, dhe vitin tjetër u bëra vice president, e pastaj u diplomata. Dhe pastaj tani do bëni gati, do lini pushtetin? Si dhe e bëni? Po, në fakt, ne një muam vjetë, edhe kishim një shokun tonë që u bërë president. Ko Emma nga që ishte në Francë nuk vazhdonte dot involvement in person, po me shpirt ishte, me mesazhe, na ndihmonte shumë për ide. Okej, kështu që organizata është në duart sigurta për momentin. Okej, dhe do të vazhdoj prapë me aktivitetet që ju keni bërë. Kam kuriozitet, u bashkuan të gjithë shqiptarët që ishin në universitet tek eventet që ju organizoni, dhe a vinin vetëm shqiptar apo kishte edhe kulturat e tjera, student nga vendet e tjera që kishin kuriozitet për Shqipërinë? Më shumica ishin shqiptarë. Kishin pasë 2-3 që vetëm kishin interes, edhe nuk ishin gjithmonë, por për këto eventet që ishin më të mëdhenj, vinin. Edhe kur kishim ushqim, vinin. Vinin se ju pëlqente ushqimi, apo vinin se ishte falas ushqimi? Më duket e dyja. Enja, si e ke parë organizimet? Tërhoqën dhe Amerikan, apo dhe komësit e tjera që donin të dinin më shumë që është kjo shoqata e shqiptarëve këtu? Kishim shumë pak Amerikan që ishin kurios. Edhe për na thoshin që ishin Amerikan, unë habit isha thoja, wow, kurios për Shqipërinë. Kishin ca njerëz turq, ndoshta nga që ishin afër me kulturën tonë. Ata na njohin mirë. Pa. Kishim nga Ballkani. Kemi një shok faktikisht që vjen gjithmonë, këtë vit vinte nga Bosnia. Ishte, domethënë, gjente veten aty me ne, si duket s'kishte klub për bosnjakët. Edhe na mbledh kultura, edhe të mësonte më shumë, why not? Kemi ndarë të njëjtat fate, le të themi, pak a shumë. Si funksionin organizimet? Unë kam parë në faqen tuaj në Facebook dhe në Instagram që kishit një filma, Mimoza Lastica, kishit gatime të ndryshme. Kush ishte gatimi tradicional që gatuanit sa herë vinte mundësia?
ver, ishte kollaj për të gjithë të dimoni. Njeri i prente qepër, njeri prente Për sa veta gatuanit? Në atë kohë, sa ishin 10 base. Jo të gjithë të tjetër kohë kemi gatuar, ta provonin ushqimin, sa ta bënin pjatat gati, por ishim 8-12. Okej, cili ishte gatimi më i suksesshëm që e pëlqenin pothuajse të gjithë? Jo, të gjithë i pëlqenin të gjithë, po tavën e dheut që e gatuan për te së poziu, wow, njerëzit vinin 2 herë, merrin pjata. Tavën e dheut me çfarë mishi e bënit me Viçi. me viç? Okej. Viçi, po. Mirë. Mos gaboj unë bëhet edhe me mëlçi apo? Varet. Ju keni qenë më safe. Po. Ishte që vështirë sepse na duheshin recetat pak easy dhe për të përgatuar studentët, se ishin të mbikëqyrur nga kuzhiniera aty. Dhe ata më të thjeshtë në mundshme na pranonin. Sa më e thjeshtë aq më e mirë për të bërë, por tava e dheut ishte dhe fërgesa. Top list. Edhe qoftet se i bënim handmade. Edhe qoftet. Po qoftet si bënin me 2 lloj mishi apo? Jo, më duket ishte vetëm mishi e viçi. Vetëm viç. Okej, se zakonisht bën edhe me mish deri, më duket, para duhet kombinuar ose me qinj vare. Se kam mësuar dhe unë nga kjo punë tani, se unë sa isha në Shqipëri, vajza, që ta dini ju, isha shumë e zënë me punë. Nga mëngjesi në darkë, haja vetë jashtë dhe nuk gatuaja. Erdha në Amerikë, fillova dhe unë gatuaj gjithë recetat shqiptare. Kështu që është ironi shumë e bukur kjo që na ndodh këtu. Po reagimi i atyre Amerikanëve ose të tjerëve dhe shqiptarëve të Amerikës ndoshta që ishin këtu, si ishte për Shqipërinë, përveç gatimit, përveç aktiviteteve kulturore, a kanë ata kuriozitet për kulturën tonë, për traditën, për historinë? Po, si mos për historinë. Se ne kemi një historinë veçantë, dini ju, por kishin dëgjuar disa gjëra si e kanunit ose Enver Hoxhës, edhe gjëra që këto bunkerët që kemi ne. Edhe vetëm kishin dëgjuar këto pjesa, edhe deshin të shikonin kontekstin më të madh. Si jetojnë njerëzit tash në këtë kontekstin historik. Për të parë intervistat e plota të Ilva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episode të reja çdo javë.